Sezoni i korrjes së grurit po përball me vështirësi të shumta kultivuesit e zonës së Topojsema në Fier. Në këtë zonë të njohur për kultivimin e drithrave, sipërfaqja e mbjellë me këtë kulturë është reduktuar më shumë se 50%, ndërsa prodhimi mbetet larg pritshmërive. Fermerët thonë një zëri se çmimi është tepër i ulët 30 lekë për kilogram, duke mos mbuluar dot atë shpenzime, ndërsa kostot e prodhimit janë tepër të mëdha, duke nisur që nga fara pesticidet, plugimi, frezimi dhe tani korrja. Po si vjet me te 30 apo thon, që unë nuk kam shitur vetë, se tash po e korr, po te 30 më kanë thënë që po shet. Shumë i ulët, patën të jetë 35-40 të jetë çmimi, që të ashtu kostot, të del kosto të la shpenzime të ngelet çik për vete. Po unë për vete bleva në 2-3 vende si vjet. Kam bler nga një kujtal me 35 e kam marrë. E kanë shitur ata që duan të rjepin. Kurse te ndonjë tjetër mund ta ke marrë dhe pa lekë se më duhesh. Mund ta ke marrë pa lekë edhe ja jap më vonë lekët. E që të themun, ka probleme nga më të ndryshme. Do këthem të shqitja. Maruam, të shqitja. Të shqitja, vje sot, a i më bëmes, që na shet pleur, që na shet farën, që na shet të tëra, bje sot pleur atë grurit në magazinën me 28. Përballë kësaj situate, shumë prej fermerëve të zonës i kanë dhënë me qira tokat e tyre, por edhe qira marrësit janë drejt braktisjes së tokave. Një prej kultivuesve më të mëdhenj të grurit, Mili Sako, po plot indinjat se fermerët sot janë tërësisht të braktisur nga shteti. Institucionet organizojnë festën e grurit si një omazh për traditën, por gjendja reale në terren është dëshpëruese, të thot ai. Çmimi ulën në treg, mungesa e subvencioneve efektive dhe konkurenca nga importi na ka vendosur përballë kostove gjithnjë më të larta. E fitimeve gjithnjë më të ulta ka shtuar më tej teksa ka theksuar se do të heqë dorë nga kultivimi i grurit vitin e ardhshëm. Ka marrë plot, po jam ngopër dhe dile. Sepse, unë mas jam si mos e kaluar dhe nga lënia e tokës dhe vetë në 2-1, po rinia nuk ka kurajat punoj. Kjo është e pa diskutuar. Kemi pasur çunas të një punë, japin kërcasinikin, nuk ka të ardhur. Shiko tani, ndihmë e shtetit për mua është demagogji. Ai thot, unë i kam subvencionuar sipas ligjit tia. Po, duke i kërkuar hamet e përfshatarit, duke i kërkuar kartën e identitetit dhe ca rregulla të tjera që çfarë toka është qyshe tek. Se ka probleme për të gjetur me mënyrë për të dhënë naftë bujqësisë, se ka probleme. Se e ka edhe bota me kohë. Nuk është pikë rrotën ai. Fermerët kanë pohuar gjithashtu se kjo është koha kur politika duhet të ndalojë së mbylluri syt përballë kësaj situate mbijetese të fermerëve dhe të ndihmojë me politika mbështetëse kultivuesit e braktisur e të pashpresë.